vëlla dhe motër jemi vetëm në letra. Në të përditshme nuk jemi më vëllezër dhe motra. Dhe babi ka thënë që kur të vdes unë është një komodin atje që kishim në shtëpi, do hap një sirtari dhe janë të gjitha gjërat do jenë të shkruara aty. Nuk vajta dot në varimin e babait. Të gjithë pasurinë që është, t'i kthej motrës tjetër. Dhe unë t'i jap dorëheqje. Edhe i them vllajt, nuk ta firmosh, nuk ta sjell. Ai më thot mua, unë do vi në Greqi, edhe do të vras tot, edhe ti do ma japësh firmën. Hajde i thash. Edhe pastaj më tha mua kur iku nga aty, më tha, unë tha do veten e gjendje civile, tha do të bëj të vdekur. Edhe qysh atëherë Odeta nuk flasim më, as nuk di më, as nuk flasim më. Në 2019 unë marr letrat edhe vete direkt në Shqipëri. Kur vete poshtën e takoj rastësisht. Vllajin. Por çka ke ardhur ti më tha mua? I thash kam ardhur që të diskutojmë. Dhe dyta i thash të më tregosh varin e babit. Dhe përgjigjja e tij e di kush ishte Odeta? Shkon më tha se aty është nuk ka lëvizur.